E para është njohje në Europë, pra përpos kampionatit U17 që sapo zhvillohej. Por e dyta sigurisht do të jenë dhe të ardhurat financiare, mos harrojmë që do të jenë skuadra që do vinë, fondet që vinë nga UEFA etj. Ndërkohë, sfida me Serbinë është tjetër gjëje, pasi kjo sfidë më shumë Federata Shqiptare e Futbollit i ruhet mos ketë incidente që mund të shkojnë, pra këto masa janë për të ruajtur incidentet që mund të shkojnë diplomatike, politike etj. Ose mund të shkojnë dhe në një humbje sfidën tavolinë. Që në njoftimet që ka bërë policia ditën e djeshme, bëhet me dije që janë 2000 forca policie të angazhuara, kundërto listoheshin FNSH, Renea, Shiku, antiterrori, duke vazhduar pastaj me Gardën, policinë bashkiake, policinë e shtetit, etj. Nuk besoj që ka pas delegacion shtetëror dhe politik që t'jetë ruajtur kaq shumë sa, po them, 25 futbollistët e Serbisë, nuk e di. Dhe se di pse po ruhen kaq shumë, sepse fundja nuk është se ke pasur një precedent më parshëm problematik me shqiptarët, domethënë një goditje e para 10 viteve në një tifoz vetëm me burta do buzit, nuk mendoj që janë gjithë masa. Gjithashtu është bërë me dije që do të ketë masa antidron, pushk antidron nga policia e shtetit. Pra, është literalisht kjo është vërtet përqeshur. Është vërtet. Pushk antidron dhe masa antidron. Dhe është, po themi, një blindim që policia e shtetit i ka bërë gjithë rrethimi i stadiumit. Rrethimi i stadiumit dhe pjesa brenda stadiumit i është lënë përgjegjësi antiterrorit. Kuptojeni sa rëndësi dhe çfarë kërkon të mbrojë Federata Shqiptare, policia dhe Federata Shqiptare e Futbollit në këtë ndeshje. Pra i është lënë antiterrorit. Tani, pyetja është e tillë, a i ruhen më shumë problemeve tifozëve shqiptar apo i ruhen ndonjë provokimi serb? Sepse edhe kjo është një temë interesante. Pse? Në njoftimin e policisë së shtetit ishte edhe një rrjedhë që thoshte: në çdo pikë kufitare janë dërguar foto të personave nacionalistë që mund të përbëjnë rrezik. Pra, ata i druen dhe hyrjes së tifozëve serb nacionalist dhe mund të përsërisin ndoshta atë që bëri Ballis Morina sa i bie 10 vite më parë, 11 vite më parë me një dron. Të na kthejnë reston, po thua. Po, dhe ndoshta prandaj mund të kenë masat kaq të mëdha. Ata i ruhen ndoshta edhe diçkaje nga ana serbe, ndoshta nuk i ruhen tifozëve shqiptar, i ruhen më shumë ndonjë provokimi ose diçkaje serbe, nuk e di këtë gjë akoma, pasi edhe vet janë të mbyllur me tikiste, nuk është se shprehen aq shumë. Kështu që mbetet për tu parë, por masat që kanë marrë deri më tani është pa frikë masa më e rrep që ja marrë ndonjëherë për ndeshje futbolli. Të përfshish antiterrorin, shishin, çdo gjë është masa që ndoshta nuk e dihet nga të përruhemi. Tifoz nga Serbia nuk do të ketë, besoj, apo jo? Zyrtarisht jo, tifozët serb janë të pezulluar, kështu që nuk do të ketë zyrtarisht. Pra, tifozë serb nuk do të ketë se janë të pezulluar për çështjet e tyre në raport me UEFA-n dhe FIFA-n, jo në lidhje me këtë ndeshje, s'ka të bëjë me këtë ndeshje. Jo, s'ka lidhje me ndeshjen, jo, janë të pezulluar për shkak të raporteve të tyre me UEFA-n dhe FIFA-n, për shkak të sfidave të tyre gabuara në sfidat e mëparshme dhe për këtë arsye janë pezulluar për të mos qenë prezent në këtë sfidën e radhës që i binte pas dënimit. Egon, një tjetër detaj interesant që mora vesh dje është fakti që Serbia ka refuzuar opsionin e parë që i është propozuar për hotel dhe ka zgjedhur një hotel tjetër. Nuk po përmend emra. Okej, ti e di në fakt, jo, nuk ka nevojë, por po them dihet emri i hotelit. Po, dihet emri i hotelit. Hoteli i parë që ju referua kombëtarët serbe është një hotel që është literalisht ngjitur me stadiumin, pra për ta do të ishte shumë e thjeshtë aksesimi nga hoteli për në sfidë. Pra pa pasur nevojë për bllokim rrugësh etj. Por ata kanë zgjedhur një hotel që është diku më larg stadiumit, jo shumë larg, por diku më larg. Unë besoj disa po themi e shtuan si një provokim këto të serbe që nuk duam këtë hotel, duam këtë, por unë se shoh si ti, unë thjesht e shoh diçka teknike nga ana e tyre që dëshirojnë ndoshta më shumë qetësi, e njohin më shumë atë hotel etj. Kështu që këto dihet për kombëtarët serb për momentin. Gjithashtu nëse duam të komentojmë edhe vetë serbët si e kanë pritur të sfidë, kam ndjekur në fakt komentet e lojtarëve serb dhe më bën përshtypje që janë treguar shumë profesionalisht. Pra nuk është se kanë ndikuar fare ndjenja nacionaliste të tyre për sfidë. Ata janë futbollistë që luajnë në kampionatet më të mira evropiane, kështu që nuk ka arsye pse të ketë përfshirje për një ndeshje, nuk besoj. Unë nuk jam dakord për këtë, sepse personalisht si e shohun futbollin, unë mendoj që në një sfidë të tillë, ndjenja nacionaliste duhet të ishte pak më e madhe, sidomos nga lojtarët tanë. Edhe për shkak të asaj që ndodhi në Beograd shumë vite më parë.
Pra, për të kthyer te kombëtarja jon tashmë, kam parë konferencat si Strakosha, në fakt këtu më qëndro sepse kjo është në fakt ajo ku unë dua të hidhem tani. Pyetja ime është thua, po shndrohet kombëtarja në një arenë eksperimentale për Silvion. Le të flasim pak për atë që ti sapo nisi të flisje dhe të vijojmë pak me debatet për formacionin, cili pritet të jetë, po themi, formacioni mundshëm e të tjerë në këtë fushë. Po e vazhdoj me konferencën, pastaj më ndalën ke formacioni. Për të ndarur te konferenca, pra po thoja që kam dëgjuar lojtarët në konferenca që janë shprehur tekstualisht që kjo sfidë vlen vetëm 3 pika, asgjë më shumë, ne jemi profesionalisht, nuk duhet përfshim emocionalisht. Unë jam dakord që futbollisti është profesionist, por në këtë sfidë të kaq të rëndësishme, unë mendoj që ti fillimisht për shkak se luan për atë emblemën që ke këtu, duhet thuash që ne duhet t'japim maksimumin dhe shkojmë vetëm për fitore dhe duam fitore. Sepse ty kjo sfidë nuk ka vetëm vlerë 3 pikëshi. Pra të thua që ndeshja me Serbinë për mua ka vlerë vetëm 3 pikë, më duket e çuditshme dhe më duket të hedhësh poshtë gjithë pasionin, mundin dhe jo vetëm të gjithë tifozërisë shqiptare. Personalisht kam kritikë personale për tifozët. E di që janë këshilluar për të mbajtur diçka, pra e kishe për lojtarët, jo për tifozët. Për lojtarët. E di që janë këshilluar për të qenë pak më neutral, por e din shumë mirë dhe lojtarët dhe çdo kush që për tifozët kjo nuk është një ndeshje normale kualifikuese. Dhe nuk mund ta lejoj, personalisht nuk ka për ti dot që ti si lojtar të thuash që vlen vetëm 3 pikë dhe asgjë më shumë. Rikthehemi tek Silvinho dhe formacioni. Silvinho në fakt është një trajner që e ka vërtetuar tashmë, e ka treguar që nuk është ai trajner që bën eksperimente dhe i beson shumë të rinjve. I pyetur në konferenca ka thënë që sigurisht kam thirrur lojtar të rinj. I ka thirrur, por nuk e kemi parë të zbresin në fushë dhe të japin ato çfarë pretendohet të japin. Kur them këtë, ndalem duke pasur parasysh dhe formacionin që pritet kemi ndaj Serbisë. Nëse do të mendojmë formacionin që kemi ndaj Serbisë, nuk do të jetë e vështirë, pasi do të jetë pak a shumë ai formacion që kemi pasur me çdo sfidë tjetër, si me Anglinë, si me Andorën, si me Ukrainën, Gjeorgjinë, Çekinë etj. Pra, Strakosha mendohet të jetë në port. Dakord? Nga krau i djathtë mendohet El Seid Hysaj. Në qendër Gjimshiti është i padiskutueshëm. Në qendrën tjetër ka një balotazh mes Ajetit, Kumbullës dhe Ismailit. Të tre kanë bërë mirë. Besoj që do të jetë Ajeti, por është e vështirë ta zbulosh, por dje që Silvinë nuk bën shumë eksperimente. Në krahun e majtë do të jetë Mitaj. I rikthyer mbas dëmtimit që aktivizohet në Arabinë Saudite me Al Ittihadin. Mes fusha me 3 mendoj që nuk do të kenë ndryshime, pra Ramadani, Aslani dhe Laçi do të kenë ata 3 mes fushës, ndërsa në krahun e djathtë Silvinë ka tentuar kohët e fundit të aktivizojë Armando Brojon. Jemi mësuar që Brojon e kemi parë si sulmues qendre, por shpesh është aktivizuar në krahun e djathtë duke ulur në stol Hasanin dhe sipas atyre që informacioneve që kam unë nga servitja e kombëtares, herën e fundit kur Hasani e zbuloi që do të ishte Broja në krahun e djathtë titullar, pra në sfidën me Andorrën ose Anglinë, nuk doli dhe aq i lumtur nga servitja. Kështu që besoj që gjithsesi mund të prap Broja krahu i djathtë edhe pse nuk ka luajtur shumë në Evertonin. Në qendër ka 2 alternativa, Rei Manaj dhe Mirlin Daku. Për të parin Silvinho këmbgul më shumë. Por Rei Manaj nga burimet e sigurta ka qenë vijon të jetë ose më saktë ka vuajtur rreth 3 ditë me viroza dhe ka qenë i shtruar në spital para 2 ditësh dhe një ditë më parë, pra ditën e djeshme, u trajtua me serum në hotel. Kjo për shkak të insistimit të stafit mjekësor kombëtar që e kërkon me se s'bën pasi Silvinho e ka dashur në dispozicion. Që do thotë, duket sikur Silvinho e ka në plan Manajin. Nga ky plan mendoj që e ka pasur për titullar, por për shkak të gjendjes shëndetësore të Manajt, nëse rikuperohet në kohë do e kemi titullar. Nëse jo, mund ta nisi nga stoli dhe nga pika e sulmit mund të jetë Daku, mendoj unë. Sigurisht një alternativë është Demir Uzuni, por në Amerikë nuk është se ka pasur, tani ka pasur që ka filluar sezoni i Amerikës dhe nuk ka luajtur shumë. Megjithatë mbetet një pikpyetje sulmi. Pra Manaj do ishte alternativë e parë nëse do të ishte në gjendjen e duhur. Tani që nuk është, besoj që i nis nga stoli dhe mund të jetë Daku ose Uzuni në qendër të sulmit. Në krahun e majt besoj që do t'i besoj përsëri eksperiencës së Bajramit. Bajrami që te Rangers nuk është se ka bërë aq mirë, pra nuk ka luajtur shumë, nuk ka dhënë minutazh, por kam përshtypjen që Silvinho është ai trajneri që nuk para bën eksperimente, pra nuk dëshiron të lëvizë shumë nga 11 titulare. Për fat keq, me këtë vendimin e tij në krahun e majt, djeg 2 emra shumë të rëndësishëm për ne. Arbor Hoxhën, që për këtë ja pik Silvinho, siç zbulimi i tij në Europian, por edhe Ernest Muçin. Ernest Muçi që e theksoi
është një ndër talentet e kombëtares tonë që për fat keq me Silvinho nuk po gjej minutash. Nuk e di ende çfarë ka Silvinho me Muçi që nuk e përdor as në ndeshjen me Andorrën, që është një ndeshje shumë e lehtë, por formacioni pak a shumë ky pritet të jetë. Ngjelet për ju si gazetar sportiv që ta zbuloni se çfarë ka Silvinho me Ernest Muçi, po unë do doja që të bëje shkurtimisht po them krahasimet mes dy kombëtarëve për të hedhur pastaj edhe tek pyetja ime fundit. S'par një herë, pra cili pritet të jetë formacioni i Serbisë, po them shumë shkurt këtu, dhe nëse do të krahasosh dy kombëtarët, po themi kjo dihet tashmë që kombëtari i Serbisë në vlerë monetare kushton diku tek rreth 100 milion euro më shumë, mos qofsha gabim, ti e di më mirë këtë pjesë, apo? Po, sakt. Atëherë, kombëtarja serbe pritet të luajë me një formacion 3-4-1-2. Dakor? Mungesat e tyre janë pothuajse zero. Vetëm portieri titullar mungon, pastaj pjesa tjetër do të jetë e gjitha në dispozicion të trajnerit për të hedhur një 10 më të mirë përveç portierit që është dëmtuar. Kështu që është një kombëtare serbe që vjen me forca të plota. Ka pasur zëra që ka qenë një kombëtare që në kampin serb ka pasur problematika. Bëhet fjalë për dy lojtar. I pari është Sergej Milinković-Savić, i cili i ka thënë troç trajnerit që mos më thirr më sepse nuk vi. Bëhet fjalë edhe për një lojtar tjetër që i ka thënë gjithashtu që mos më thirr sepse nuk paraqitet për kombëtaren. Por këta lojtarë nuk është se kanë qenë titullar kombëtarë serb, e kupton? Pra kanë ardhur shumë vonë, kanë ardhur shumë Ristazdi, disa s'kan luajtur fare. Pra Sergej Milinković-Savić është hera 78 që refuzon kombëtaren serbe. Pra, këto refuzime nuk ka problem ose nuk e dobësojnë kombëtaren serbe. Kombëtarja serbe vjen me një kapacitet të plot, do të thojë, përpos portierit titullar, vjen me një sukses pasi sapo siguroi qëndrimin në Ligën A, në Ligën e Kombeve, duke mposhtur Austrinë në 2 ndeshje. Kështu që kombëtarja serbe vjen në një formë shumë të mirë. Mos harro që për ta është ndeshja e parë e kualifikueseve. Pra Serbia nuk është ndeshur me Anglinë, ende. Jo, ata se kanë luajtur ende. Për ta është ndeshja e parë kjo me ne, pasi ata kanë qenë të angazhuar në sfidat play-off të Ligës së Kombeve. Qartë. Dhe për këtë arsye nuk kanë luajtur të kualifikueset dhe për ta ata e nisin me ne kualifikueset. Dhe sigurisht duan të bëjnë një start të mirë. Por për mua kombëtarja serbe ka dhe faktorin presion në favor të tyre. Sepse Shqipëria luan në shtëpinë e vet. Që ato do të ketë tifozët, dhe ne kemi treguar që me tifozët në krah nuk është se dim të bëjmë aq mirë, na mbyt presioni, si me Ukrainën, si me Gjeorgjinë dhe me çdo skuadër tjetër. Pra, kurse Serbia vjen e lumtur dhe largohet e lumtur edhe me një barazim nga këtu. Ndërsa Shqipërisë një barazim nga këtu i ndërlikon shumë situatat. Qartë, le të ndalemi pak tek pyetja ime fundit që është pikërisht kjo, cila është matematika e pikëve në grupin K, grupin ku është Shqipëria bashkë me Anglinë, bashkë me Andorrën, bashkë me Serbinë, dhe si mund të na ndikojë një rezultat jo pozitiv nga kjo ndeshje? A e rrezikojmë me eliminimin apo për momentin jemi ende larg një diskutimi për eliminimin? Jam dakord që rrezikojmë eliminimin. Pse? E rrezikojmë eliminimin. Po, sepse është vetëm ndeshja e tretë, por do ta shpjegojmë bashkë pse. Okay. Matematika është e thjeshtë. Anglia është superfuqia e grupit dhe e ka të sigurt vendin e parë, nuk besoj se mendon njëri që do e lëvizë kush Anglinë. Po. Pra, në një grup jemi 5 skuadra. Dakord? Nga 5 skuadra, vetëm vendi i parë siguron kualifikimin direkt për në Kupën e Botës. Po. Që e zë Anglia. Po. Ishte këtë është Anglia. Vazhdojmë me Shqipëri, Serbi, Andorë, Letoni. Po. Dakord? Letonia dhe Andorra janë dy kombëtarët që janë më të lehta në letër për këto dy tjerat, për Shqipërinë dhe Serbinë. Dhe mendohet që lufta është konkrete mes Shqipërisë dhe Serbisë për vendin e dytë. Vendi i dytë të siguron play-offet për të kualifikuar në Kupën e Botës. Pra, nuk e ketë sigurt edhe me vendin e dytë Kupën e Botës. Dhe në rast se ti, duke qenë se ti diskuton gjithçka me Serbinë, në rast se ti në ndeshjen në shtëpinë tënde shkon me një barazim ose me një humbje me Serbinë, në sfidën e kthimit që do kesh në Serbi, ti je disavantazhuar, pasi do kesh presionin, por edhe Serbia do të ketë avantazhin e të luajturit në shtëpi. Po. Pra, nëse ti si kombëtare dëshiron që të kesh shpresa për vendin e dytë, të duhet me do e mos 3 pikë këtu. Një barazim këtu nuk të bën punë. Një barazim këtu të vendos në presion fitoren e detyrueshme në Serbi, ndërsa një fitore këtu në Shqipëri të jep luksin që të luash tepër barazimin atje. Pasi në letër e përsëris, pasi në letër Andorrën dhe Letoninë, si ti, si Serbia, i mund Nikolaj, dhe në letër Anglia ju mund si ty, si Serbinë. Qartë. Dakord?
Pra kjo është matematika, që ti e ke direkte me Serbinë për vendin e dytë. Megjithatë, mos harrojmë, edhe pse Letonia është një kombëtare që formën së fundmi e ka shumë të dobët, historikisht ne me ta nuk kemi asnjë fitore. Kemi 5 sfida, 5 barazime. Por unë besoj që Letonia është një kombëtare dobët aktualisht që flasim dhe i mundim kollaj si ne si Serbia. Dueli drejt është Shqipëri-Serbi për vendin e dytë. Dhe në rast se ti nuk merr fitore këtu, për mua i thua miropafshim ëndrrës së vendit të dytë për kualifikuesit e botërorit që nesër. Po në rast se e zëm se ne e marrim pyetje domethënë për ta përmbyllur që dhe unë ta kuptoj dhe shikuesit ta kuptojnë deri në fund këtë matematikën tashmë të play-offëve. Nëse e kapim po themi vendin në dytë dhe shkojmë në play-off apo jo Mantho. Në play-off me cilat skuadra mund të përballemi? A do të kemi atje përballje të forta apo është ende herët për të diskutuar sepse duhet shihen të gjitha grupet për të kuptuar play-offin? Eksaktësisht. Në play-off do përballesh me skuadra që ndjen të dytat në grupet e tjera që janë kualifikuesit e këtij botrori, plus 4 skuadra që vijnë nga Nations League, nga Liga e Kombeve. Kështu që edhe në play-off do të kesh 2 deri në 3 ndeshje pa frikë për të siguruar kualifikimin. Pra mos mendoni që vendi i dytë na siguron në botror. Jo, vendi i dytë thjesht na mban gjallë ëndrrën për të kaluar në botror, por do të jetë jashtëzakonisht shumë e vështirë, pasi vendet e dyta e grupeve të tjera ka shumë emra interesant. Kështu që ideja është të paktën të marrim vendin e dytë. Nëse bëjmë dot gjën në play-offe është tjetër gjë. Ama marrim dot vendin e dytë, kjo është tema më interesante, sepse e ka treguar Serbia që është kombëtare më e mirë se ne. Kështu që ne duhet të përqendrohemi sfida direkte me Serbinë. Nëse marrim dot vendin e dytë, aty vendoset gjithçka. Megjithatë, Mantho, le të kujtojmë ndeshjen e Europianit me Kroacinë. Kroacia është skuadra më e fortë në Ballkan dhe një nga skuadrat më të forta në botë, dhe ne arritëm edhe me pak fat sigurisht. Arritëm një super barazim, kështu që pse jo kemi shansin që ta mundim Serbinë nesër në arenën kombëtare dhe le të jetë ky urimi ynë edhe të jetë urimi ynë gjithashtu mbajtja gjallë e ëndrrës për botërorin siç e the edhe ti. Unë të falenderoj Mantho.